سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Kurani ka dhe këtë cilësi edhe kur e lexojmë, edhe kur meditojmë rreth hakikateve dhe vërtetave të Kuranit, por edhe kur e përcjellim dikant që lexon, është ndikues në shpirtin dhe zemrën tonë, por edhe na bën më të ndihshëm në shpirtnin tonë. Andaj do kemi momente sonte që përcjellim disa zëra të bukur nga Stambolli që kanë ardhur këtu. U shfrytëzoj rastin që ne mund tuaj edhe ne në tim personal në kuftinisë t'i falenderoj mysafirët hafizlarët nga Stambolli, hafizin tonë të nderuar Konsilisi Efendi Osmani, që e pranuar që sonte të jemi bashkërishtru për të ndarë momente të veçanta në dëgjimin e fjalës së Allahut xhaleshano. يسألك الناس